të paktën sa i takon fokusit policisë së shtetit, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hitaj, duket se ka qenë fokusi në Sarandë për shkak të ndërtimeve pa leje, të paktën të evidentuar deri në këto momente. Saranda, me sa duket, të paktën nga goditjet që kanë bërë policia dhe vetë prokuroria rrethit, duket se ka patur një bum të madh ndërtimesh, por të paktën që kanë figuruar ndërtime pa leje, të cilet janë ndërtuar në hundën e policisë dhe organeve shtetërore lokale të vendit, qoftë me IMT-n apo dhe strukturat e tjera të cilat duhet të parandalonin këto fenomene. Ditën e djeshme me urdhër të prokurorisë së Vlorës janë lëshuar 12 masa sigurie, 4 për të cilat janë ekzekutuar deri tani. Pritet të kemi një bilanc me të dhuar në orët në vijim, nëse janë arrestuar dhe personat e tjerë. Bëhet fjalë në mesin e tyre janë 3 efektiv policie, Kristofor Shkrepa, Kastriot Sotka, të cilët janë caktuar me mas nga prokuroria arrest me burg, si dhe Blerim Tafshiu në arrest shtëpie. Këto të 3 pra zyrtarët të policisë së Sarandës akuzon për veprën penale shpërdorim detyre të kryer në më shumë se një herë. Të paktën kjo tregon që prokuroria e Sarandës dhe policia e shtetit ka prova të mjaftueshme, por dhe agjencia mbikëqyrjes policore për përfshirjen e efektiveve policisë jo në një rast, por në disa raste shpërdorim detyre dhe dyshime për korrupsion sa i takon ndërtimeve pa leje. Ndërtues të tjerë ose biznesmen kanë rënë në prangat e policisë, ka rënë dhe pronari një hoteli Alçi Papa, të paktën është evidentuar që në rrugën Butrinti në një hotel 6 katësh, kati i fundit terraca ka qenë ndërtuar totalisht pa leje.